Alma ishte 50 vjeçe dhe kishte kaluar pothuajse gjysmën e jetës duke u kujdesur për një fëmijë që nuk ishte i saj. Për 15 vjet ajo kishte qenë dadoja perfekte. E zgjonte çdo mëngjes, i përgatiste mëngjesin, e çonte në shkollë, e ndihmonte me detyrat dhe rrinte pranë tij sa herë që kishte frikë. Por askush nuk e dinte se Alma e donte atë fëmijë më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Madje, ajo kishte sakrifikuar gjithçka për të. Një ditë, kur djali tashmë ishte 15 vjeç, ndodhi diçka që do të ndryshonte përgjithmonë jetën e Almës. Ishte mbrëmje. Shtëpia ishte e qetë. Alma po mblidhte pjatat nga tavolina kur djali hyri në kuzhinë. Në fytyrën e tij kishte diçka të pazakontë. Ai nuk foli menjëherë. Vetëm e shikoi gjatë. Pastaj ju afrua dhe i tha me një zë të dridhur: "Alma, unë e di të vërtetën. Ti je nëna ime." Pjatat gati i ran nga duart. Alma u zbe. Për 15 vjet ajo ishte betuar se sekreti do të vdiste bashkë me të. Por tani djali e dinte. Dhe pyetja më e tmerrshme nuk ishte si e kishte zbuluar, por kush ja kishte treguar të vërtetën. Dhe çfarë kishte ndodhur 15 vite më parë, që e detyroi Almën të largohej nga fëmia i saj dhe të kthehej në shtëpinë e tij vetëm si dado? Sekreti Alma e mbarti për 15 vjet. 15 vjet më parë, Alma nuk kishte asgjë përveç një valigjeje të vogël, disa rrobave dhe një zemre të copëtuar. Atëherë ishte vetëm 35 vjeçe. Ishte një grua e re, por jeta e kishte detyruar të piqej shumë më shpejt nga sa duhej. Kishte kaluar muajt e fundit të shtatëzënisë e vetme. Pa një burr pranë saj, pa familje që ta mbështeste. Dhe mbi të gjitha, pa e ditur se çfarë do të ndodhte me fëmijën që mbante në bark. Ajo natë kishte mbetur e gdhendur në kujtesën e saj. Jashtë binte shi. Alma ishte ulur në një dhomë të vogël spitali dhe shikonte nga dritarja, ndërsa dëgjonte zhurmën e pikave që përplaseshin mbi xham. Pastaj dëgjoi të qarat. Fëmia kishte lindur. Një djalë. Kur infermierja ja solli për herë të parë në krah, Alma nuk mundi të fliste. Vetëm e përqafoi. E shikoi fytyrën e vogël dhe filloi të qante. "Përshëndetje, biri im." Ishte hera e parë dhe e fundit që ajo do ta thoshte atë fjali me zë të lartë. Sepse disa orë më vonë, Alma do të merrte një vendim që do ta ndiqte gjithë jetën. Djali duhej të largohej prej saj. Jo sepse ajo nuk e donte, por pikërisht sepse e donte aq shumë sa ishte gati të hiqte dorë prej tij. Babai i fëmijës ishte një burr nga një familje shumë e pasur. Kur mori vesh për shtatëzënin, ai ishte zhdukur, por familja e tij nuk ishte zhdukur. Ata kishin ardhur te Alma dhe i kishin ofruar para. Shumë para. Në këmbim të një gjëje të vetme. Të mos tregonte kurrë se kush ishte nëna e fëmijës. Alma kishte refuzuar, por atëherë ata i treguan diçka që e frikësoi. Nëse ajo do të përpiqej ta mbante fëmijën, do ta humbiste gjithsesi. Ata kishin avokat, para dhe ndikim. Alma nuk kishte asgjë. Prandaj, në ditët që pasuan, ajo pranoi një marrëveshje. Fëmia do të rritej në atë familje. Do të kishte gjithçka. Arsim, shtëpi, siguri, një jetë që Alma nuk mund t'ia ofronte. Por kishte një kush. Ajo nuk duhej të shfaqej kurrë në jetën e tij. Alma u largua, ose të paktën kështu mendonte. Por disa muaj më vonë telefoni i saj ra. Një grua nga familja e djalit i bëri një ofertë të çuditshme. "Kemi nevojë për një dado." Alma heshti. "Për kë?" pyeti ajo, edhe pse e dinte përgjigjen. "Për djalin." Zemra ju ndal për një çast. Ajo e dinte se duhej të thoshte jo, por kur dëgjoi zërin e fëmijës duke qarë në sfond, nuk mundi. Pranoi. Dhe kështu filloi gënjeshtra më e madhe e jetës së saj. Ajo hyri në atë shtëpi si dado, jo si nën. Çdo mëngjes e merrte djalin në krah. Çdo natë vinte në gjumë. Kur së murej, ishte Alma ajo që qëndronte pranë shtratit. Kur kishte makthe, ishte Alma ajo që e përqafonte. Kur hodhi hapat e parë, Alma ishte aty. Kur tha fjalën e parë, Alma e dëgjoi. Por ai e thirri gjithmonë. "Alma." Asnjëherë nën. Dhe ajo duhej ta pranonte. Vitet kaluan. Djali u rrit. Në sytë të gjithëve, Alma ishte vetëm një punonjëse që kujdesej për të. Por brenda saj kishte një luftë të përditshme. Sa herë që djali e përqafonte, ajo duhej të kujtonte se nuk kishte të drejtë t'i thoshte: "Unë jam nëna jote." Sa herë që ai e pyeste: "Alma, pse nuk e fëmijë?" Ajo buzëqeshte dhe ndryshonte temë. Dhe kur ai mbushi 10 vjeç, pyetja u bë edhe më e dhimbshme. "Alma, ti më do më shumë se mami dhe babi?" Alma u përpoq të mos qante. Të gjithë të duan. Por djali nuk ishte i bindur. Ai kishte filluar të kuptonte diçka. Nëna e tij biologjike, sipas asaj që i kishin thënë, ishte një grua që kishte vdekur kur ai ishte shumë i vogël.
Por Alma nuk sillej si një dado. Sillej si dikush që kishte frikë ta humbiste. Dhe me kalimin e viteve, dyshimet filluan të mblidheshin. Një fotografi e vjetër, një dokument i fshehur, një bisedë që ai dëgjoi rastësisht. Dhe një ditë kur ishte 15 vjeç, ai vendosi të kërkonte vetë përgjigjet. Ajo që zbuloi e çoi drejt një të vërtete që askush nuk donte ta dinte. Dhe atë mbrëmje, kur hyri në kuzhinë dhe i tha Almës: "Ti je nëna ime." Alma e kuptoi se pas 15 vitesh, sekreti më në fund kishte dalë në dritë. Por ajo nuk e dinte ende se djali kishte zbuluar vetëm gjysmën e historisë. Sepse ai kishte gjetur edhe një letër. Një letër të shkruar nga Alma natën kur ai kishte lindur. Dhe në fund të saj shkruhej: "Nëse një ditë e merr vesh të vërtetën, mos më urre. Unë nuk të braktisa, unë të shpëtova." Letra ndryshoi gjithçka. Djali qëndroi përballë Almës, pa lëvizur. Në dorë mbante letrën e vjetër. Alma e njihte atë letër. Nuk kishte nevojë ta lexonte për ta kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Për 15 vjet ajo kishte jetuar me frikën se pikërisht ky moment do të vinte një ditë. Por ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë se do ta përjetonte kështu. "Pse nuk më ke treguar?" pyeti djali. Zëri i tij ishte i ulët. Nuk kishte zemërim. Kishte dhimbje. Alma u ul ngadalë në karrige. Duart i dridheshin. Sepse nuk doja të shkatëroja jetën. "Por ti je nëna ime." Këto fjalë e goditën Almën më fort se çdo akuzë. Ajo uli kokën. Për 15 vjet kishte ndërruar ta dëgjonte atë fjali. Por tani, kur më në fund e dëgjoi, nuk ndjeu gëzim. Ndjeu frikë. "Kush të dha këtë letër?" pyeti ajo. Djali nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj nxori nga xhepi edhe një zarf. E gjeta në zyrën e babait. Alma ngriti syt. "Çfarë?" "Po kërkoja dokumentet e shkollës. Kërkoja një certifikat të vjetër." Pastaj hapa një sirtar që ishte mbyllur me çelës. Ai e vendosi zarfin mbi tavolinë. Brenda ishte fotografia jote. Alma u ngrir. Fotografia ishte e vjetër. Ajo ishte vetëm 35 vjeçe. 7 zën. Dhe në pjesën e pasme kishte një datë. Datën e lindjes së djalit. "Pse e mbante babai im këtë?" pyeti ai. Alma nuk foli. Sepse tani e kuptonte se diçka nuk shkonte. Ajo kishte menduar gjithmonë se familja e kishte fshehur të vërtetën për ta mbrojtur djalin. Por nëse babai i tij e kishte ruajtur fotografinë për 15 vjet, atëherë kishte një arsye tjetër. "Alma, më thuaj të vërtetën." Ajo mori frym thellë. "Babai yt nuk ishte ai që mendon." Djali u ngrit menjëherë. "Çfarë do të thuash?" Alma heshti për disa sekonda. Pastaj tha: "Ai e dinte që ti ishe djali im." Djali u zbe. "Çfarë?" "Ai e dinte që nga dita e parë." Por kjo nuk ishte e gjitha. Alma i tregoi se natën kur kishte lindur, familja e babait të tij i kishte kërkuar të largohej. Ata kishin frikë se skandali do të shkatëronte emrin e familjes. Babai i djalit ishte trashëgimtari i një biznesi të madh dhe ishte fejuar me një tjetër grua. Një fëmijë jashtë martese do të sillte probleme. Prandaj ata krijuan një histori. Alma do të paraqitej si një grua që kishte humbur fëmijën e saj. Djali do të rritej duke besuar se nëna e tij kishte vdekur. Por Alma kishte kërkuar vetëm një gjë, të qëndronte pranë tij. Dhe familja kishte pranuar. Por jo si nën, si dado. "Kështu mund të shija çdo ditë," tha Alma, ndërsa lotët i rridhnin në faqe. "Mund të dija nëse ishe mirë. Mund të mbroja. Por nuk mund të thosha se kush isha." Djali nuk po fliste. Ai po përpiqej të përpunonte gjithçka. Pastaj pyeti: "Po gruaja që më rriti si nën?" Alma mbylli syt. Ajo e dinte. "Edhe ajo?" "Po." "Atëherë pse më gënjeu?" Alma nuk pati përgjigje. Sepse ajo vetë kishte bërë të njëjtën gjë. Por atë moment dera e kuzhinës u hap. Në prag qëndronte gruaja që djali e kishte quajtur nën për 15 vjet. Ajo kishte dëgjuar gjithçka. Dhe në dorë mbante një tjetër dokument. "Ka ardhur koha që ta dish të gjithë historinë," tha ajo. Djali e pa i tronditur. "Çfarë tjetër ka?" Gruaja u afrua ngadalë. Vendosi dokumentin mbi tavolinë. "Babai yt nuk të la vetëm për shkak të skandalit." Alma ngriti kokën. Ajo nuk e kishte dëgjuar kurrë këtë version. "Çfarë do të thuash?" pyeti Alma. Gruaja e shikoi në sy. Ai nuk u largua vetë. Dhe shtje. Ai u zhduk. Djali mbeti pa fjalë. "Çfarë ndodhi?" pyeti. Gruaja nuk foli. Vetëm shtyu dokumentin drejt tij. Ishte një raport i vjetër. Dhe në krye të tij ishte një datë. Vetëm 3 ditë pas lindjes së djalit. Djali filloi ta lexonte. Pastaj fytyra e tij ndryshoi. "Jo."
Alma u ngrit. Çfarë shkruan? Djali e ngriti kokën. Babai im nuk ka vdekur. Alma ndjeu sikur toka ju largua nën këmbë. Për 15 vjet ajo kishte menduar se ai burr kishte braktisur gjithçka. Por tani kishte dalë diçka shumë më e frikshme. Ai kishte qenë gjallë. Dhe dikush kishte bërë gjithçka që Alma të mos e gjente kurrë. Në fund të dokumentit ishte një adresë. Një adresë ku ai kishte jetuar për vite me radhë. Djali shikoi Almën. Dua të shkoj ta takoj. Alma tundi kokën. Jo. Pse? Ajo u afrua dhe i kapi dorën. Sepse nëse ai e merr vesh që ti e di të vërtetën. Alma ndaloi. Çfarë? Ajo e pa drejt në sy. Mund të jemi të gjithë në rrezik. Burri rreka duhet të gjendej kurrë. Alma nuk kishte fjetur gjithë natën. Fjalët që kishte dëgjuar nga djali i saj i përsëriteshin vazhdimisht në mendje. Babai im nuk ka vdekur. Për 15 vjet ajo kishte besuar se ai burr ishte larguar përgjithmonë nga jeta e tyre. Por tani gjithçka kishte ndryshuar. Të nesërmen në mëngjes, djali hyri në kuzhinë me dokumentin në dorë. Alma, duhet të shkojmë. Ajo e pa me shqetësim. Nuk mundesh. Është babai im. Nuk e njeh. Dhe ti e njeh? Alma heshti. Djali vazhdoi. Nëse ti ke kaluar 15 vjet duke më mbrojtur prej tij, atëherë dua të di pse. Alma nuk mund ta ndalonte më. Pas disa orësh, ata u nisën drejt adresës që ishte shkruar në dokument. Ishte një shtëpi e vjetër në periferi të qytetit. Asnjë makinë luksoze, asnjë roje, asnjë shenjë që aty jetonte një njeri i pasur. Djali trokiti. Askush nuk u përgjigj. Trokiti përsëri. Pas disa sekondash, dera u hap. Një burr rreth të 50-tave qëndronte përballë tyre. Flokët i kishte thinjur. Fytyrën e lodhur. Por Alma e njohu menjëherë. Ishte ai, babai i djalit. Ai e pa Almën. Pastaj shikoi djalin. Dhe në atë moment fytyra e tij ndryshoi. Ti. Alma nuk foli. Burri bëri një hap prapa. Nuk duhet të kishit ardhur këtu. Djali e pa drejt në sy. Ti e babai im? Burri uli kokën. Pas një heshtje të gjatë ai tha. Po. Djali u afrua. Pse më braktise? Burri mori frym thellë. Nuk të braktisa. Atëherë pse nuk më kërkove? Sepse nuk më lejuan. Alma u ngrit menjëherë. Kush? Burri e pa. Familja ime. Alma tundi kokën. Ata më thanë se ti nuk doje të dije për ne. Më gënjyen. Pastaj burri u ul në një karrige. Dukej sikur kishte pritur 15 vjet për këtë moment. Atë natë, pas lindjes së tij, unë vendosa të merrja ty dhe djalin dhe të largoheshim. Alma e dëgjoi pa lëvizur. Por para se të mundesha, babai im më kërcënoi. Më tha se do të humbisja gjithçka. Kompanin, pasurin, familjen. Dhe ti u dorëzove? Pyeti Alma. Burri uli kokën. Jo, ai ngriti syt. U përpoqa të rezistoja. Pastaj heshti. Të nesërmen makina ime u përplas. Alma u zbe. Çfarë? Ata thanë se ishte aksident. Djali e pa i tronditur. Kush? Burri nuk u përgjigj. Në vend të kësaj, ai u ngrit dhe shkoi drejt një dollapi. Nxori një kuti të vogël metalike. E vendosi mbi tavolinë. Këtu është gjithçka. Brenda kishte fotografi, letra dhe dokumente. Por mbi të gjitha ishte një fotografi. Alma e mori. Ishte ajo vetëm disa ditë pas lindjes. Në anën tjetër ishte shkruar. Një ditë do t'i tregoj djalit tim të vërtetën. Alma filloi të qante. Pse nuk erdhe më pas? Burri e pa me dhimbje. Sepse më kërcënuan. Me çfarë? Me ty. Alma ngriu. Më thanë se nëse do të afrohesha, do të ndodhte diçka. Për disa sekonda askush nuk foli. Djali shtrëngoi grushtet. Pra, të gjithë këto vite ti e ke dashur nënën time? Burri ju afrua. Çdo ditë. Pastaj djali bëri një pyetje që askush nuk e priste. Atëherë pse u martove me një grua tjetër? Burri uli syt. Sepse më detyruan. Në atë moment, Alma kuptoi se gruaja që e kishte rritur djalin nuk ishte armikja e saj. Edhe ajo kishte qenë pjesë e një marrëveshjeje që nuk e kishte zgjedhur vetë, por kishte ende një pyetje. Kush e kishte organizuar gjithçka? Burri nxori një dokument tjetër. Para se të vdiste, babai im më la këtë. Alma e mori. Në fund të dokumentit ishte një emër. Një emër që Alma e njihte shumë mirë. Ishte emri i personit që kishte kontrolluar familjen për 15 vite. Dhe ajo nuk mund ta besonte. Sepse ishte gruaja që kishte rritur djalin e saj. Djali e pa dokumentin dhe u kthye nga ajo. Më ke gënjur për 15 vjet. Gruaja shpërtheu në lot. Jo. Atëherë pse emri yt është këtu?
Ajo nuk mundi të fliste. Pastaj më në fund tha, sepse unë nuk isha personi që e krijoi këtë gënjeshtër. Ajo mori frym thellë. Unë isha personi që u përpoqa ta ndalonte. Alma e pa e tronditur. Çfarë? Gruaja nxori telefonin. Në ekran ishte një video e vjetër. Një video e regjistruar 15 vite më parë. Duhet ta shihni këtë, tha ajo. Djali shtypi butonin. Në ekran u shfaq një burr i moshuar. Gjyshi i tij dhe fjalët e tij të para ishin: nëse po e shikoni këtë video, atëherë unë kam vdekur dhe e vërteta më në fund duhet të dalë. Alma mbuloi gojen me dorë, sepse ajo e kuptoi se historia që kishte besuar për 15 vjet ishte vetëm një pjesë e një plani shumë më të madh. Dhe sekreti i fundit nuk kishte të bënte me pasurinë, kishte të bënte me arsyen pse djali ishte fshehur nga e gjithë familja. Në fund të videos, gjyshi tha: djali nuk është thjesht trashëgimtari im, ai është çelësi i gjithçkaje. E vërteta ndryshoi gjithçka. Dhoma u mbush me heshtje. Në ekran, fytyra e gjyshit të tij vazhdonte të shfaqej. Burri që kishte kontrolluar familjen për dekada po fliste për herë të fundit. Nëse po e shikoni këtë, do të thotë se unë nuk jam më gjallë. Dhe ndoshta, për herë të parë, askush nuk mund ta ndalojë të vërtetën. Djali nuk i ndante syt nga ekrani. Alma po qante në heshtje. Pastaj videoja vazhdoi. Para 15 vitesh, djali im donte të largohej me Almën dhe fëmijën e tyre. Unë e ndalova. Jo sepse nuk e doja nipin tim, por sepse kisha frikë se familja do të humbiste gjithçka. Burri ndaloi për disa sekonda. Por bëra një gabim që nuk mund ta korrigjoja kurrë. Në ekran u shfaq një dokument. Ishte testamenti. Gjithçka që kam ndërtuar do t'i kaloj nipit tim, por vetëm nëse ai arrin moshën 18 vjeç dhe zbulon të vërtetën për nënën e tij. Djali u kthye nga Alma. Tani e kuptonte. Nuk kishte qenë rastësi që Alma ishte lejuar të qëndronte pranë tij për 15 vjet. Ishte pjesë e planit, por gjyshi i tij kishte vendosur edhe një kusht tjetër. Djali duhet ta zbulonte vetë identitetin e nënës së tij. Nëse familja do t'ja tregonte, trashëgimia do të anulohej. Alma u ul dhe filloi të qante. Pra, gjithë këto vite, gruaja që e kishte rritur djalin ju afrua. Më fal, Alma e pa. Ti e dije? Po. Që nga fillimi? Ajo tundi kokën. Po. Atëherë pse më le të vuaja? Gruaja uli kokën. Sepse më kërkuan të mbaja larg prej tij, por më vonë kuptova se nuk mund ta bëja këtë. Prandaj të punësova si dado. Doja që ti të ishe pranë tij. Alma nuk mund të fliste. Për herë të parë e kuptoi se ato 15 vite nuk kishin qenë vetëm një dënim. Kishin qenë mënyra e vetme që ajo të mund ta shihte djalin e saj. Djali ju afrua Almës. Mami. Alma ngriti kokën. Ishte hera e parë që ai e quajti kështu. Ajo shpërtheu në lot. Djali e përqafoi fort. Më fal që të kam quajtur gjithmonë dado. Alma e shtrëngoi. Ti nuk ke pse të kërkosh falje. Por ti ke humbur 15 vite. Alma buzëqeshi mes lotëve. Jo. Djali e pa i habitur. Kam pasur 15 vite me ty. Ato fjalë e thyen plotësisht. Babai i tij ju afrua. Dua të kërkoj falje edhe unë. Djali e pa gjatë. Nuk mund ta kthesh kohën. E di, por mund të fillosh tani. Babai i tij tundi kokën. Dhe për herë të parë pas 15 vitesh, ata u përqafuan të tre. Alma, djali i saj, dhe babai që kishte menduar se nuk do ta shihte më kurrë. Por historia nuk përfundoi aty. Disa muaj më vonë, kur djali mbushi 18 vjeç, ai mori kontrollin e trashëgimisë. Dhe vendimi i tij i parë ishte të blinte shtëpinë ku kishte jetuar me Almën, por nuk e mbajti për vete. Ai e ktheu atë në një qendër për nëna të vetme dhe fëmijë që kishin nevojë për ndihmë. Në hyrje vendosi një pllak të vogël. Aty shkruaj: për gruan që më rriti pa pasur të drejtë të më quante bir. Alma qëndroi përballë saj dhe qau. Djali ju afrua. Tani ke të drejtë të më quash si të duash. Alma buzëqeshi. Biri im. Ai e përqafoi. Dhe për herë të parë pas 15 vitesh, Alma nuk kishte më nevojë të fshihte lotët, sepse sekreti që kishte mbajtur gjithë jetën nuk ishte më sekret. Ishte bërë historia një nëne që hoqi dorë nga emri i nën, vetëm që fëmia i saj të kishte një jetë më të mirë. Dhe ndonjëherë dashuria e vërtet nuk duket si një përqafim. Ndonjëherë ajo duket si një sakrificë që askush nuk e sheh. Por një ditë e vërteta gjithmonë gjen rrugën për të dalë në dritë.